E vërteta mbi reumatizmën. Se e dhëmbin kockat dhe si ta mposhtim atë? Sa herë që ndryshon koha, vjen shiu, apo sa herë që dikush ndjen një dhimbje të fortë në gjuhë, një duar apo në mes, dëgjojmë të njëjtën fjali: më ka kapur reumatizma. Por a e dini se në mjeksi fjala reumatizëm nuk është një sëmundje vetme? Ajo është një ombrellë në të cilën fshihen mbi 100 sëmundje të ndryshme që prekin sistemin tonë lokomotor. Në këtë video do të zbërthejmë gjithçka, cilat pjesë të trupit prek vërtet reumatizma, nga se shkaktohet, a ka një kur përfundimtare dhe cilat janë mënyrat më të mira për ta qetësuar atë që sot. Nëse ju apo dikush në familjen tuaj vuani nga ky problem, kjo video është për ju. Cilat pjesë të trupit prek reumatizma? Shumë njerëz mendojnë se reumatizma prek vetëm kockat dhe artikulacionet, por e vërteta është se sëmundjet reumatizmale mund të prekin pothuajse çdo pjesë të trupit. Artikulacionet, nyjet, gjunjët, kyçet e duarve, gishtat, shpatullat dhe hijet janë zonat më të shpeshta ku shfaqet dhimbja, skuqja dhe enjtja. Shtylla akurizore, duke shkaktuar ngurtësim të mesit dhe qafës. Muskujt dhe indet e buta, siç ndodh në rastin e fibromialgjisë. Organet e brendshme. Po, disa lloje të reumatizmës si artriti reumatoid apo lupusi janë sëmundje sistemike. Kjo do të thotë se ato mund të prekin dhe zemrën, mushkrit, veshkat dhe lëkurën. Nga se shkaktohet? Nga se shkaktohet reumatizma? Duke qenë se ka shumë lloje dhe shkaqet ndryshojnë, por 3 janë shtyllat kryesore. Problemet autoimune. Në raste si artriti reumatoid, sistemi ynë imunitar pëson një çrregullim dhe fillon të sulmojë gabimisht indet e shëndetshme të trupit tonë, duke shkaktuar inflamacion kronik në nyje. Degenerimi nga mosha, osteoartriti. Ky është lloji më i shpeshtë, me kalimin e viteve, kërci, ajo stresa mbrojtëse midis kockave, konsumohet. Kockat fërkojnë me njëra tjetrën dhe kjo shkakton dhimbje të tmerrshme. Faktor të jashtëm, gjenetika. Nëse keni pasur prindrit me reumatizëm, obeziteti, pesha e tepërt që rëndon mbi gjunjë, pirja e duhanit dhe jetesa në ambiente shumë të ftohta apo me lagështi. A kurohet plotësisht? Tani le t'i përgjigjemi pyetjes që mundon secilin prej jush: a kurohet plotësisht reumatizma? Nëse flasim për një kurë magjike që e zhduk atë 100% përgjithmonë, përgjigja shkencore për shumicën e formave kronike është jo. Sidoqoftë mos u dorëzoni, sepse mjekësia ka përparuar jashtëzakonisht shumë. Sot ne kemi mjekime biologjike dhe antiinflamatore të fuqishme që mund ta çojnë sëmundjen në atë që quhet remision. Remision do të thotë që sëmundja fle, inflamacioni ndalet, dhimbja zhduket dhe personi mund të bëjë një jetë absolutisht normale pa pasur frikë nga deformimet apo invaliditeti. Si të qetësohemi? Përveç medikamenteve që ju jep mjeku reumatolog, ka disa gjëra shumë të fuqishme që mund t'i bëni vetë çdo ditë për të qetësuar dhimbjet. Dieta antiinflamatori. Ushqimi është ilaçi juaj i parë. Shtoni ushqime të pasura me omega 3, si peshkuton apo salmoni, vaj ulliri, shafran indie, trumerik dhe ginger, të cilët veprojnë si ibuprofen natyral në trup. Reduktoni sheqerin dhe mishin e kuq që nxisin inflamacionin. Terapia me të ftohtë dhe të ngrohtë. Nëse keni dhimbje të mprehtë dhe të nxehtë, artikulacioni i njëjtur, vendosni akull për 15 minuta. Nëse keni ngurtësim mëngjesi dhe muskuj të bllokuar, përdorni kompresa të ngrohta ose një dush të ngrohtë. Mos ndaloni lëvizjen. Gabimi më i madh është të rini shtrirë. Aktivitetet me impakt të ulët si ecja në natyrë, noti apo yoga i mbajnë nyjet të lubrifikuara dhe muskujt e fortë. Mbani peshën nën kontroll. Çdo kilogram më pak heq një peshë gjigande nga gjunjët dhe ruazat e mesit. Reumatizma mund të jetë një sfidë, por me kujdesin e duhur ju mund ta mbani atë nën kontroll dhe mos e lini t'ju vjedh gëzimin e jetës. Mos e lini dhimbjen t'ju izoloj. Nëse kjo video ju dha informacion të vlefshëm, ju lutem na mbështesni duke bërë like dhe duke bërë subscribe në kanal. Shkruani në komente çfarë përdorni ju ose prindrit tuaj për të qetësuar dhimbjet e reumatizmës.
Ju faleminderit që mundoj që të kujdesuni për trupin tuaj dhe shihemi në videon e radhës. Mirupafshim.